Ja një javë s'dola nga shtëpia, se të gënjej kot. Po, se këtë do të më thënë, more vesh lajmin, në mënyrë mund ta quaj jo normale? Po sigurisht ishte jo normale. Edhe jo gentile. Gentile, po. Po ta flasim tamam siç është, më që nuk ishte normale për kudo. Qoftë Monika Kuremandhi, qoftë Kosten Gjerazi, kushdo qoftë. Si ishte ajo java, domethënë, për ty ose si çfarë ndryshoi nga rutina jote? Ishte e rëndë emocionalisht, sepse isha përjashtuar nga partia. Kto domethënë tani kuptoj këtë po themi mediokritetin politik të shoqërisë ku ne jetojmë. E para herë fillova të pastru. Që unë kështu e kam stresin dhe pastroj. Pastroj me dollape, me gjëra, me garderoba, me laj kot, laj xhama, laj banjo, merr acid, fërko këtu, fërko atje. Edhe hiq mendjen. Pastaj ndërkohë merresha edhe me dokumentat, se duhet bëja këto analizat financiare të mia, mblidhja letrat, prova, gjërat. Kam dorëzuar në shtator 8.000 faqe në SPAK. Kishte mbaruar dashuria, mbaron dashuria, por unë për çfarë kaq një zonjë, unë do divorcohem, do të çoj letra në gjykat, kështu që ne të dy s'kemi më punë bashkë, të mirupafshim. Pra një lajmërim tamam si një çift i martuar. Po një qoftë edhe një mesazh. Se okay, për tu takuar, ndoshta s'do të takohesh, s'do të shikosh fotografin tim. Po një mesazh në telefon mund të ma çonte.